Autoriteti i konkurencës ka vendosur të nisë një hetim paraprak ndaj 2 spitaleve në pronësit të Klodiana Llojbeut. Çmimet e papërballueshme të banesave në Tiranë po largojnë të rinjt nga ëndra një të ardhmeje në vendin e tyre, duke rritur rrezikun e një emigracioni masiv. Një copë e madhe akulli ra nga qielli dhe tronditi banorët e një fshati në Kuçov. Kjo dyshohet të jetë një dukuri e rrallë që paralajmëron ndryshime të papritura atmosferike. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në lagjen 28 nëntori në qytetin e Vlorës, ku një 46 vjeçar humbi jetën pasi dyshohet se u hodh nga kati i tretë i pallatit ku banonte. Studimet tregojnë se macet mund të ndihmojnë në uljen e stresit dhe reduktimin e rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Autoriteti i konkurencës ka vendosur të nisë hetimin paraprak për 2 spitalet në pronësit të Klodiana Llojbeut për dyshime mbi abuzimin me pozitën dominuese në tregun e shërbimeve spitalore dhe ofrim të shërbimeve ekskluzive, gjë që është në kundërshtim me ligjin shqiptar të konkurencës. Autoriteti i konkurencës ka vendosur të nisë një hetim paraprak ndaj 2 spitaleve në pronësit të Klodiana Llojbeut, American Hospital SHA dhe International Hospital SHA, për dyshime mbi abuzime me pozitën dominuese në tregun e shërbimeve spitalore dhe ofrim të shërbimeve ekskluzive në kundërshtim me ligjin shqiptar të konkurencës. Vendimi u mor në mbledhjen e Komisionit të Konkurencës të mbajtur më 9 prill 2025, pas shqyrtimit të raportit të monitorimit të tregut. Hetimi do të mbulojë periudhën nga 1 janari 2022 deri më 31 dhjetor 2024. Gjatë procedurës së monitorimit është konstatuar pozita dominuese e ndërmarrjeve American Hospital SHA dhe International Hospital SHA, në kuptim të nenit 8 të ligjit numër 9121 fraksion 2003, thuhet në njoftimin zyrtar. Po ashtu është ngritur dyshimi se për disa shërbime të saktuara dhe ekskluzive, këto spitale mund të kenë shkelur edhe nenin 9 të njëjtit ligj. Ndërmarrjet në fjalë janë të njohura për përfitimin e disa kontratave koncesionare në sektorin e shëndetësisë, përfshirë ato për laboratorët dhe hemodializën, marrëveshje që janë shpesh në qendër të debatit publik si afera të dyshuara korruptive. Emri i Klodiana Llojbeut është përmendur edhe në dosjen hetimore të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për një udhëtim të përbashkët në Kinë, për të cilën ende nuk dihet zyrtarisht kush i mbuloi shpenzimet. Paralelisht, Llojbeu është subjekt i një tjetër hetimi nga Prokuroria Speciale e Kosovës për dyshime mbi pastrim parash nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve dhe mashtrimit me administratën tatimore të Kosovës. Çmimet e papërballueshme të banesave në Tiranë po largojnë të rinjt nga ëndra një të ardhmeje në vendin e tyre. Në mungesë të politikave mbështetëse dhe përballë një tregu që dominon kapitali i dyshimt, po rritet rreziku për një emigrim masiv dhe polarizim social. Në qendër të Tiranës, aty ku ndërtesat shumëkatëshe po ngrihen me shpejtësi dhe kulla luksoze dominojnë horizontin, një brez i tërë po ndjen se po mbetet jashtë. Çmimet e apartamenteve në kryeqytet kanë arritur nivele të paarritshme për të rinjt, ndërsa prania e kapitaleve të dyshimta në tregun e pasurive të paluajtshme ngre pikpyetje serioze për drejtësinë sociale dhe qëndrueshmërinë e këtij zhvillimi urban. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë nga agjencitë imobiliare, 1 metër katror në qendër të Tiranës tashmë kushton mbi 2.000 euro. Edhe në zonat periferike që dikur ishin më të përballueshme, sot kanë parë një rritje prej 50% krahasuar me vitin 2020. Për të rinjt që sapo kanë hyrë në tregun e punës, ky realitet është gjithnjë e më dekurajues. Një apartament i vogël në periferi kushton më pak se 100.000 euro, edhe me një kredi afatgjat, nevojitet një pagë mujore që pak të rinj mund ta kenë, shprehet Erisa N, një 28 vjeçare ekonomiste në sektorin publik. Një ndër arsyet kryesore të rritjes së çmimeve është prezenca e parave të pakontrolluara në treg. Ekspertët dhe hetuesit financiar kanë ngritur alarmin se pasuritë e paluajtshme veçanërisht në Tiranë po përdoren për pastrim parash nga aktivitete kriminale, korrupsioni dhe trafiku. Kjo rrit artificialisht kërkesën për prona, duke i nxjerrë jashtë loje të gjithë të rinjt që punojnë ndershmërisht. Është më së qartë që çmimet do të ulen vetëm në momentin që shteti do të vendosë të ndalojë pastrimin e parave të pista në sektorin imobiliar. Sot shohim ndërtesa që blihen me para në dorë, pa përfshirjen e bankave, nga blerës anonim ose kompani të dyshimta. Kjo është rëmbëron tregun, thot një ekspert i fushës që kërkon të mbetet anonim. Edhe pse sistemi bankar konsiderohet i qëndrueshëm, kredit për shtëpi ofrohen me kushte që nuk përputhen me realitetin ekonomik të rinjve. Norma e interesit, pavarësisht se është në rënie, vazhdon të jetë jashtë mundësive për shumicën.
Institucionet shtetërore nuk kanë prezantuar ende një politikë të qartë dhe efektive për të mbështetur të rinjt në strehim, ndonse kanë qenë premtime të përsëritura në vitet e fundit. Është thelbësore një strategji kombëtare për banesat që të orientojnë zhvillimin urban dhe të garantojnë transparencën në financim, shprehet Ilir H, profesor ekonomie në Universitetin e Tiranës. Nëse trendi aktual vijon, Shqipëria rrezikon të përballet me një krizë të thellë të banimit për klasën e mesme dhe një val të re emigrimit të rinjve të arsimuar që nuk shohin të ardhmen në vendin e tyre. Nëse nuk mund të blesh një shtëpi, nuk krijon dot një familje, nuk ndërton dot të ardhmen, dhe kur kjo bëhet norm, atëherë kemi një problem të madh në shoqëri, shprehet sociologja Elona X. Një ngjarje tragjike ka ndodhur ditën e sotme rreth orës 14 në lagjen 28 nëntori në qytetin e Vlorës, ku një 46 vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se është vetë hedhur nga kati i tretë i pallatit ku banonte. Viktima është identifikuar si shtetësi me iniciale GD, i cili fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra nga rënja. Sipas të dhënave paraprake, GD rezulton të ketë qenë përdorues i lëndëve narkotike dhe të ketë vuajtur nga problemet të shëndetit mendor, çka mund të ketë ndikuar në aktin e rënd. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që çuan në këtë tragjedi. Humbja tragjike e Ajet Leshit pas 4 ditësh në ngricat e malit të Pashtrikut ngre dyshime serioze për dështimin e institucioneve dhe reagimin e tyre. Përballë dhimbjes së familjes mbetet një heshtje e rëndë dhe mungesa e transparencës kërkon urgjentisht një përgjigje. 4 ditë ngrirë qëndroi në malet e Pashtrikut 27 vjeçari Ajet Leshi nga fshati Kishaj në Hoz, që humbi kontaktet me familjen e tij në datën 6 prill dhe u gjet ditën e djeshme pa shenja jete. Ai u largua për të mbledhur dru dhe që prej asaj dite nuk kishte më asnjë kontakt me familjen. Familjarët e tij, babai, 3 xhaxhallarët dhe kushërinjt, nisën menjëherë kërkimet me shpresën se do ta gjenin të gjallë. Ata kërkuan buror të tëra ditë me radhë në kushte të vështira por pa sukses. Madje gjatë kërkimeve, babai i Ajetit Rizal Leshi humbi ndjenjat për shkak të lodhjes fizike dhe tronditjes psikologjike që nuk po gjente dot djalin. Fatkeqësisht, ditën e djeshme trupi i Ajetit u gjet në mal, pas 4 ditësh në temperatura të ulta dhe kushte ekstreme. Por kjo tragjedi ngre pikpyetje serioze. A ka dikush përgjegjësi për këtë humbje jete? Përse institucionet, përfshirë policinë e Hasit, nuk ndërhyn me urgjencë profesionalizëm në orët e para të zhdukjes? A u përdorën të gjitha mjetet e mundshme për lokalizimin e të riut, si kontrolli i qelizave telefonike? A ndërmori drejtuesi i komisariatit të Hasit Astrid Përleshaj çdo veprim të nevojshëm në kohë? Ajo që u përpoq më shumë në gjetjen e Ajetit ishte policia e Kosovës, e cila zhvilloi kërkime dhe me helikopter. Përse policia jon nuk veproi njësoj? Ngjarja nuk është thjesht një fatkeqësi personale për familjen Leshi, por një dështim institucional që lë pas shumë pikpyetje. A do të nisë një hetim për mënyrën se si u menaxhua kjo situatë, apo rasti do të mbulohet me heshtje, si shumë të tjerë që përfundojnë pa transparencë? Një gjë është e qartë, Ajet Leshi nuk është më, dhe në këtë humbje krahas dhimbjes së thellë të familjes, rëndon edhe dështimi i autoriteteve për ta gjetur në kohë. Një copë e madhe akulli e dyshuar si mega kryometeor në një fshat të Kuçovës më 8 prill të këtij viti, duke tronditur banorët me një zhurmë të madhe që zgjati rreth 10 minuta. Ky fenomen jashtëzakonisht i rrallë ka ndodhur vetëm 100 herë në historinë e botës dhe lidhet me ndryshime të papritura atmosferike. Një fenomen jo i zakontë është regjistruar në një fshat të Kuçovës më datë 8 prill të këtij viti, ku banorët e zonës u tronditën nga një zhurmë e fortë e cila zgjati rreth 10 minuta. Pas kësaj zhurme, u gjet një copë akulli e madhe e rënë në tokë, e cila sipas vlerësimeve paraprake kishte një peshë që varionte nga 50 deri në 100 kg. Akulli ishte coptuar në disa pjesë për shkak të forcës së madhe me të cilën kishte rënë. Një prej copave të akullit, që kishte mbetur i pathërmuar, peshonte 10 kg dhe duket nga foto se si mbahet në duar nga një banor i fshatit. Sipas të dhënave që janë gjetur në internet dhe nga kërkimet paraprake, ky lloj fenomeni është jashtëzakonisht i rrallë dhe ka ndodhur vetëm rreth 100 herë në të gjithë botën. Në përpjekje për të kuptuar më shumë rreth këtij fenomeni, qytetari ka kontaktuar Institutin e Gjeologjisë në Shqipëri, por deri tani nuk ka marrë asnjë përgjigje. Por më tepër, ai është i bindur se bëhet fjalë për një mega kryometeor, një fenomen atmosferik mjaft i rrallë që ndodh kur copa akulli të mëdha bien nga qielli dhe shpesh janë të lidhura me ndryshime të papritura të presionit atmosferik. Çfarë është mega kryometeor? Mega kryometeor është një fenomen natyror që ndodh kur copëza të mëdha akulli bien nga qielli, duke shkaktuar shpesh zhurma të forta. Ky fenomen është kaq i rrallë sa është regjistruar vetëm në rreth 100 raste në të gjithë botën dhe ndodh kryesisht në kushte të papritura atmosferike.
Akulli që formohet është shumë i dendur dhe ka një madhësi që mund të variojë nga disa kilogram deri në disa qindra kilogram. Me ka kriju meteorët, janë shpesh të lidhura me krijimin e shirave të papritur dhe ndryshimeve të forta të presionit atmosferik, që krijojnë kushte të pazakonta për formimin e këtyre masave të akullit. Banorët e zonës së ish bllokut janë alarmuar nga aktivitetet misterioze që po zhvilloheshin në vilën 31, diku rezidenca e diktatorit Enver Hoxha. Festa me elemente okult dhe zhurma të pazakonta ka ngritur dyshime për rituale të errta në këtë objekt historik. Qytetarët e zonës së ish bllokut kanë ngritur spekulime për aktivitete të pazakonta që po zhvillohen në një nga objektet më të ndjeshme të historisë shqiptare, në vilën numër 31, diku rezidenca ish diktatorit Enver Hoxha. Sipas dëshmitarëve, gjatë mbrëmjeve të netëve të fundit në vilë janë organizuar festa të errta me element ritualesh të dyshimt, ku janë parë simbole të lidhura me predikimin e djallit dhe element okult. Zhurma, zërat e pazakontë dhe hyrje dalit misterioze kanë ngritur dyshimet e banorët e zonës, të cilët kërkojnë një sqarim mbi atë që po ndodh në ambientet e kësaj vile historike. Trendi i transformimit të imazheve në stilin Ghibli ka argëtuar rrjetet sociale, por ekspertët paralajmërojnë për rreziqe që lidhen me privatësinë dhe keqpërdorimin e të dhënave personale. Pas çdo shërbimi falas mund të fshihet një kosto e fshehur, siguria e informacionit tonë më të ndjeshëm. Së fundmi, versioni i Ghibli i ChatGPT ka pushtuar rrjetet sociale me imazhe të transformuar në stil anime të filmave Hayao Miyazaki. Megjithse duket argëtues, ekspertët paralajmërojnë për rreziqet e mushme që fshihen pas këtij trendi, sidomos në lidhje me mbledhjen dhe keq menaxhimin e të dhënave personale. Sipas platformave të sigurisë kibernetike, përdorimi i këtij filtri mund të ruajë dhe të përpunojë tipet fizike të përdoruesve, duke rrezikuar privatësinë e tyre. Ekziston mundësia që këto imazhe të përdoren për qëllime të padëshiruara, si krijimi postimeve denigruese, reklama ose shitje të dhënave të palët e treta. Ekspertja L. Farrell Kingsley thekson se çdo shërbim falas ka një kosto të fshehur, që në këtë rast janë të dhënat personale. Ajo këshillon përdoruesit të jenë të vetëdijshëm për pasojat e ndarjes së fotove të tyre, veçanërisht ato të fëmijëve, dhe të mos bien pre trendeve pa i analizuar më parë rreziqet. Studimet tregojnë se macet mund të ndihmojnë në uljen e stresit dhe reduktimin e rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përmirësuar ndjeshëm shëndetin e zemrës. Shoqëria e tyre e qetë dhe gërhitjet relaksuese janë nga terapia e vërtet për trupin dhe mendjen e njeriut. A dini që macja juaj mund të jetë më shumë se thjesht një kafshë shtëpiake? Një studim i botuar në Journal of Vascular and International Neurology ka zbuluar se pronarët e maceve kanë rrezik të dukshëm më të ulët për të vdekur nga sulmet në zemër dhe sëmundje të tjera kardiovaskulare. Ky ulëmtim analizoi të dhënat e 4435 pjesëmarrësve gjatë një periudhe 20 vjeçare, duke vëzhguar lidhjen midis mbajtjes së macës dhe vdekshmërisë nga sëmundjet e zemrës. Pjesëmarrësit që kishin pasur një macë si kafshë shtëpiake treguan një reduktim prej 37% të rrezikut për vdekje nga infarkti miokardit, krahasuar me ata që nuk kishin pasur macë. U vure gjithashtu një tendencë në ulje e rrezikut të vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare në përgjithësi tek pronarët e maceve. Studiuesit sugjerojnë se efektet e reduktimit të stresit nga shoqëria me kafshët shtëpiake, veçanërisht qetësia që sjell një macë, mund të luajë një rol kyç në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Momentet kur macja gërhet mbi gjoksin tuaj nuk janë vetëm të këndshme, por mund të jenë edhe një mburojë për zemrën tuaj. Sipas një analize shtesë nga American Heart Association, ndërveprimi me kafshët shtëpiake ul nivelin e kortizolit, hormonin e stresit dhe rrit prodhimin e oksitocinës, e cila lidhet me mirëqenien emocionale. Por përfitimet nuk mbarojnë me kaq. Një studim tjetër nga Universiteti i Minnesotas, i kryer në një periudhë 10 vjeçare, zbuloi se pronarët e macave kishin deri në 30% më pak gjasa të pësonin. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë më në takofshi.